Kulla i kena, u vërtetu s'kam i kanë do gërmadhat kullës, po shkoj her pas heri ku milë do fidona. Dëmona, po delën në man t'i vlema ju, s'tash bot këtë tim. As del. Ministr, Faton, po du më nalë të çështja, hera 18 që të ntut me boku vendin. Dhe menoj mjaftu shumë që i keni për i këtë teme në asoj, këna më nalën të pjesa temave të këtyne që e mbo publike, cilën, po menoj që sa herë ke fol, më rëndësishme është çështja, po kemi nalën të këtë pjesë, është çështja e kundëstimit kuvendit, zgjedhjes së parlamentarit. Sot shkruhet 18 herë. Deri kur Faton e keni vendosur? Po kjo nuk është një vendosje deri kur është dita ose afati ose numri seancave që ne bëjmë përpjekje. E tash, automatikisht ta pishet që nuk është që muna stash me qesh, Fidan, për kur në dëshirës që kam dëshirë me kom pozitiv njetë edhe, po çështja është serioze, po me gjithat tash ne kemi bo veprimet tona, kuptimin si koalicion, këtë ras edhe si personi që i ka pri garës edhe proceseve dhe negociatave, në këtë ras kryeministin Detyrë Albin Kurti, tash rezultati po di, ne nuk i kemi numrat e mjaftueshëm për me konstitu kuvendin. Për çështjet e qeverisë duhet me na sfidu, në momentin kur të kemi një kuvend të konstituum. Tash krejt çka ka bë koalicioni ynë me krye Albin Kurtin, ka qenë një ftesë, kuptimi që më besoj që nuk është pak, ftesa dy akterëve kryesor shqiptar, se ka dhe të tjera dhe me numër më të vogël të deputetëve, po që i takon e drejta e nominimit të nënkryetarëve të Kuvendit Kosovës. Do thot ftesa për dy partitë politike, PDK-n dhe LDK-n, PDK-ja që është përgjigj pozitivisht dhe LDK-ja që ka refuzu. Ideja kryesore ka qenë thjesht gjetja e një marrëveshje për me pas kryetaren edhe nënkryetarët e kuvendit me i votu në pako edhe me u fut në afate ligjore dhe kushtetuese që për 15 ditë ne me bë qeverinë. Si keni numrat? Këtë takim është e rëndësishme që refuzimin e pjesëmarrjes në këtë takim nga kryetari i LDK-s është arsyetuar nga aktorët kësh të LDK-s, ata që kanë rol vullhes në subjekt politik, për shkak se kanë deklaruar që Kosovës i duhet një marrëveshje politike. Karshi kërkesës që Kosovës i duhet një marrëveshje politike, kryeministri ju ka drejtuar me një letër LDK-s me ofertë për bashkëqeverisje në mandatin e... Edhe ata kritër në rregull, po thonë që na nuk e trajtojmë elektoratin ton, kemi dalë, kemi qenë qartë në zgjedhje dhe nuk po shkojmë. Kemi dalë të ofertat e marrëveshjes. Kretë është e drejtë e tyre. Jo, ata janë partinë veti, autonom, kanë drejtë me marrë vendime, vetëm se kretë mbas këtyre veprimeve nuk mundemi me thonë që gjendja është e bllokuar për shkak të partisë që ka dalë numër 1. Jo, për shkak se si e partisë, ja kanë dhënë 3 oferta, Ramush Haradinaj ka dhënë 3 emra. PDK-ja po thonë se ne jemi të gatshëm tonë në studio. Tonë në studio, po flas vetëm ato që janë tonë në studio. PDK-ja thotë jemi të gatshëm me votu këndo për krye parlamentar, prej ashtim të ministrave edhe ish zamënës ministrave, ish zamënës ministrave krye parlamentar. Secilin tjetër, ka individ që na vendosje i votuam. Tash truhet pyetja pse nuk pendroni kandidaturën 18 herë Faton. Unë mendoj që po krijohet përshtypja se është marrë edhe peng Albulena Zgju. Jo. Politikisht, në aspektin politik. As nuk është marrë peng. Unë mendoj që edhe gjykimi në drejtim të Albulena Haxhiut është jo i drejtë për shkak se nuk është emri Albulena Haxhiut problemi. E njëjta kish më ndodh me secilin individ, jam i bindur prej 48 në raste do të ishin të kandiduar. Si i bindur? Po janë deklarata publike, se Ramush Haradinaj ka dhënë 3 emra Faton. Çepse jam i bindur. Po do ka thot kush do tjetër. Mënyrën që kum vërtetu qasjen e partive opozitare, ka qenë për shkak se kur kemi fut në ditën e parë me 15 prill, nëse nuk gaboj, në pikën e parë të ditës që është krejt aspekt procedural edhe formal, verifikimi mandateve, kur ata kanë fillu me mohu dhe vetën edhe ekzistencën edhe votën në besimin qytetar, ai ka qenë indikacion i qartë që do të thotë ka më shku me logjikën e bllokimit. Edhe rrjedhimisht ka mujt mos me qenë Albulena, ka mujt me qenë gjithë secili prej nesh, edhe kish vazhduar njëjta çështje. Se duhet më besu juve, zitherë, duhet më besu edhe opozitës, këtë zotit Haradinaj edhe PDK-s në ofertën e tyre. Po ndëgjë është praktik që nuk është e shëndosh në rast se partitë e tjera tregojnë se kush është emri i përveçëm që duhet më kandidu nga pjesa e partisë që ka dalë. Kur si ki votat kallzon, se dhe në kalumin ka shku Pako kjo pjesë, Faton. Ndëgjë, Pako ka shku... është negociu për parlamentarin. Fidan, në proces zgjedhor, ne si koalicion, a di çka kemi të sigurt fitore, si fitus? Emrin ose pozicionin. Të drejtën me propozu. Të drejtën ekskluzive me propozu. Nuk po eci, me propozon tjetërin. Qatë të drejtë ja ka dhonë populli vetë vendosjes. Edhe gjykata kushtetuese e ka gjyku që nuk mundet partia ase dytë ase tretë as krejt bashk
me pas të drejtën e nominimit të kandidatit për kryetar. As opozita s'po thotë se keni drejtë, mi s'po thotë ndro kandidat nëse të votojnë sta kandidata. Çështja është kësaj, përderisa çat drejt ta ka dhënë edhe populli, edhe gjykata, në emër të popullit, edhe populli përmes votës, pse janë ata njihen faktor të rëndësishëm që mundën me përcaktuar se kush bën edhe kush s'bën. Po kush pse duhet me komo faktorë rëndësishëm përderisa ti Po tash në rast se shkojnë në atë logjik, se qore parimi ma i drejt në jetën mendoj që është parimi i reciprocitetit. Në rast se shkojnë me të njëjtën logjik filan, atëherë në rast se atyre nuk ju pëlqen sot Albulena Haxhiu, atëherë nesër neve mundet mos me na pëlqy kandidat e tjerë të partive opozitare që nominohen për nënkryetar të kuvendit. Është lojë e dyfish që faton sa ata shkojnë pako. Jo, unë them që parimi i reciprocitetit njët, jo aty në reciprociteteve, mos të ndrojmë temën, po unë mendoj që parimi i reciprocitetit njët është më i shëndoshi edhe në këtë funksion nuk bën me kriju një precedent të tillë, për shkak se nuk mundu me kriju na kulturën politike që unë si një parti politike ta caktoj se kush është i ndershmi, i dishmi, kredibili për një pozicion të caktuar, e ti me ma caktuar. Përkundrazi, do thotë, janë strukturat, janë njerëz që drejtojnë institucionet që duhet me përcaktuar se kush duhet me konë në cilin pozicion. Faton, a ka zoa sa me të rikë Albulena Haxhiun? Nuk është problem Albulena Haxhiu. Tjesh i bindu nuk ka problem Albulena Haxhiu. Tash, fillimisht kanë thonë që vetëm Albulena Haxhiu. Ma vonë kanë thonë jo, nuk e votojmë Albulena Haxhiun edhe Donika Garvallën. Unë nuk e këmë një për Donikën. Jo, ka po zonat e tillë. Jo, nuk e këmë një për Donikën. Në ndërkohë tani u zgjeru lista, thanë jo, kret ish ministrat. Dikur thanë jo, edhe zavendës ministrat. Do thotë, kret qaja bashk, dikun bëhet në rastin qeveri kemi qenë 17, do thotë, antar në nivel drejtues edhe të zavendës ministrave, atë numri shkon deri tek 30-shi. Faton. Do thotë, që kjo është indikacion Unë nuk i di pjo nuk është Albulena. As më tepër Albulena e ka përvojën edhe në ekzekutiv edhe në kuvend. Po thoni nuk është çështja Albulena. Unë pi referona deklaratave zyrtare. Jemi primi besu deklaratave zyrtare. Jemi bindur. Dëgjoj, ajo çka duhet me thonë kështu pa ekuivoke. Për momentin, ne nuk i kemi numrat për me zgjedh kryetarin e kuvendit. Që do të thotë s'keni numrat as për qeverinë. Jo, ajo është temë tjetër. Qysh temë tjetër Faton? Jo, është temë tjetër. Spiki për krye parlamentar, spiki për qeverinë. Qysh shpjegoma ç'është temë tjetër? Sinqerisht është temë tjetër. Jo, më 17 vjet në media, e din ti. Kena rrugtu pak dikur edhe politikisht bashkë. Për besë nuk më kuptu kur s'ki votat për krye parlamentar me thoni kom votat për qeveri. Qysh Faton? A di qysh është e mundshme? Është e mundshme për shkak se në rast se në proces të negocimit për me zgjedhjen e kryetar kuvendit, në rast se ka aktor të rëndësishëm të skenës politike aktualisht, që janë kuvend Kosovës, e që kanë të njëjtën synim edhe ambicie me kryetari i kuvendit, kur kjo temë të tej kalohet, kjo nuk kupton që nuk bëhen votat për qeveri. Faton, e përmendet çështën e kryetarëve. Është përmend që keni me përdorur çështën e kryetarëve për me zvarrit mos krijimin e mos votimin e kryeparlamentarit. A për përdorni tash për apë si letër edhe këtë punë, edhe që komentoni fjallë që si një të interesu me bojë qeverinë për shkak përësives që i presin qeverinë e re, edhe gjithë është pazarit e zgjedhjet lokale. Unë menoj që për me mujt me i fashit të fjallë, që ti për jo referosh, do thotë mundësia ideale ka qenë në takimin e parë kërë në fëtu kryetarët e partive kryesore shqiptare që e kanë të drejtën e nominimit të nën kryetarëve, e tash në një rrethon të tillë ne mundemi prapë me ju rikthy qasoj të rezës, edhe me përcaktu i nominuari për kryetar, 2 kandidat e PDK-s dhe LDK-s për nën kryetar, dhe besoj që ajo çështje zgjidhet mradites, vetëm se duhet vullnet. Duhet vullnet. Unë personalisht, me qenë në rolin opozitar partive politike... Vullneti është bre Faton, ata e kanë do vullnetin. Për shembull, Ramushi ka propozuar 3 emra. PDK-ja po thotë gjithkon tjetër veç ish ministra, ish zavendës ministra nuk votoj. Këtë don tjetër. Po ndëgjoj, unë vazhdimisht unë, jo vetëm, po e thënë atë gjithë, nuk mundesh me logjikën e imponimit, Fidan. Për shkak se nuk mundesh, është e njëjta sikur me thonë, unë ta votoj nesër një qeveri, po nuk du me konë që ta 10, që që 20 që janë qeveri, atëherë ti po bosh vendimarrës në një partije tjetër. Nuk mund të bësh vendimarrës në partisë tjetër. Faton, a është këtë kjo punë edhe refuzimi i LDK-s, edhe të tjerëve që ju refuzojnë, edhe mosvotimi, si thonë një fjalë e urtë popullore të na çka ta bën goja, s'ta bën kush. Keni qenë shumëtar për fushat, i ndërshton zërusin, keni qenë shumëtar për. A është kjo si pasojë kjo refuzim si vjen për shkak gojës, Faton? Që pjesën e dytë më pëlqeve më shumë kur the është konsideru. Tash do thotë gjuha